Të dashur shqiptar, sot jam të mërru kaq shumë sa që jam dobësu 2 kilo. Në fakt, nëse doni të dobësoni, shikoni filmat e mi dhe humbni oreksin me njëherë. Sidomos, nuk do hani më banane që sot e tutje, sepse bananet janë si koncept simboli i majmunit. Tani, përse na thonë ne majmun? Unë nuk e dija. E pra të dashur shqiptar, po të shikoni filmat e arkeologut të shquar Neritan Ceka, ai e ka pranuar që të gjitha mbishkrimet ilire janë greke. Po ky pohim gjendet tek veprat e tij të diplomës dhe të doktoraturës, po ashtu gjenden dhe në veprat e babait të tij, Hasan Ceka, dhe është fakt i njohur në të gjitha revistat iliria, janë të dokumentuara pohimet e Neritan Cekës dhe babait të tij Hasan Cekës që mbishkrimet janë greke. Mirë po, Neritan Ceka thotë që banorët që banonin në Iliri kishin emra ilir dhe jo helen. Dhe ka pak të drejtë. Emrat ilir janë shumë të veçantë. Pse janë të veçantë ato? Sepse janë emra hyjes në greqisht. Ilirët nuk kuptonin greqisht. Pra, e vetmja garanci që ne kemi banuar në Iliri është kjo. Ne se dinim që kuptim kishin emrat që na vinin grekët neve. Dhe argumenti më i mirë është fisi ilir breuki, që në helenisht do të thot larva bretkosash, vemje. Po ashtu fisi ilir penestai në gjuhën helene do të thot sklever. Pra ne na quanin sklever, ilirët kujtonin se kishte emër i bukur i fisit ilir penestai, dhe një emër tjetër i bukur është drilon, që do të thot organ mashkullor. Është emri i lumit Drin, edhe sot e kësaj dite. Por kulmi është ky, që emrat ilir janë përhapur edhe në Qipro. Pra, grekët filluan të marrin emrat ilir, sepse ç'bëjnë ilirët? Marrin fjalën majmun, simos. Në fakt, simos në fillim kishte kuptimin një njeri që përbuz, një njeri me hundën përpjet, me hundën të kthyer lart. Dhe majmunët vërtet e kanë hundën pak të kthyer përpjet. Unë se kisha vënë re këtë më përpara, por fillova të shikoj fotografi orangutangësh, gorillash, shimpanzesh, dhe vura re që ata e kanë hundën pak përpjet dhe ju duken flegrat. Kjo për arsyen se ato përpiqen të marrin erë për armikun që u afrohet, për kafshët që u afrohen, prandaj kanë ato flegrat e fryra, këta majmunët. Edhe prej andej vjen emri simos, që do thot me flegra të ngritura përpjet, duke marrë frymë për luanin që afrohet që do të haj në Afrikë. Dhe u bë emër poshtërues, simos. Dhe grekët filluan të quajnë ilirët simos, majmun. Kjo fjalë hyn dhe në latinisht. Simia është majmunesha dhe simius është majmuni, me hundën të ngritur përpjet. Pra është huazim nga greqishtja, dhe ilirët e marrin këtë fjalë, këtë emër, e bëjnë emër personi. Dhe është një gjykatës, Simias, në Apolloni, dhe është printuar monedha me emrin e gjykatësit ilir Simias. Grekët e marrin këtë emër dhe i shtojnë dhe një m tjetër, Simias, dhe ky përhapet në Qipro si emër. Tani, këtë unë e mësova mbas vitit 2024, sepse mbas vitit 2024 kjo botohet në Universitetin e Chicagos, në Amerikë. Nuk mund ta bëja këtë film para vitit 2024. Kur e lexoj unë, habitem. Përse? Autori Helen Xenofon e shkruan me 2 m këtë emër, por në disa raste edhe me 1 m. Simias, do thot majmun. Pra Xenofoni e kuptoi që kjo është emri i majmunit, ndërkohë që Polybiusi e përdor me 2 m, Simias. Në fakt është gjetur vetëm në rastën kallëzore dhe serveri i Universitetit të Chicagos
kërkon 8.973.000 fjalë për mua, brenda 4 sekondash, dhe më tregon që është origjina e fjalës majmun. Pra, pse jam unë kaq i mençur? Sepse lexoj dhe kryesisht përdor serverat e Universitetit të Chicagos, po kohët e fundit edhe të Universitetit të Ohio, sepse ata kanë mbledhur të gjitha mbishkrimet ilire. Dhe unë mund t'i përkthej me lehtësinë më të madhe, me ndihmën e amerikanëve, kuptohet. Pra, edhe ne sikur t'i zhdukim të gjitha monedhat ilire, sikur t'i varrosim, sikur t'i zhdukim të gjitha amfiteatret ilire, sikur të rrëzojmë të gjitha muret e Bylisit, që në fakt janë jo të vërteta, janë të rindërtuara, sepse muret e Bylisit janë përdorur për të ngritur kishat e para kristiane nga vetë grekët. Pra nuk është e vërtetë që gjëja slavët kanë ardhur në shekullin e 6 dhe kanë shkatëruar Bylisin, siç thot Neritan Ceka. Është vërtetuar që janë ndërtuar 5 kisha kristiane me muret e Bylisit, me gurët e mureve, po ashtu janë ndërtuar dhe banesat e grekërve aristokratë. Pra në kohën e kristianizmit filluan të përbuzeshin të gjitha zotat pagane, dhe vetëm kaq grekët kanë ndërtuar fura gjigande në Bylis dhe në Apolloni për të djegur të gjitha statujat dhe për t'i kthyer në gëlqere. Të gjitha statujat greke janë djegur, kanë shpëtuar vetëm disa prej tyre. Dhe monedhat gjithashtu pagane janë zhdukur sepse kishin simbole pagane. Kanë mbetur vetëm disa monedha në Iliri, në Greqi jo. Dhe në këto monedha është gjykatësi Ilir Simjas, emri të cilit do thot majmun. Prandaj neve na thon majmun, grekët. Sepse jemi majmun, nuk kuptojmë greqisht. Pra, mbishkrimet janë të gjitha greke, por banorët nuk kuptonin greqisht, dhe kjo vërtetohet me disa nga toponimet të gjetura në Himar, për shembull Vuno, që vjen nga Bounos, do thot mal, është emri i përgjithshëm. Dhe Qeparo do thot kopësht në gjuhën helene. Janë emra të përgjithshëm, ndërkohë që në shqip janë bërë emra të veçantë, sepse ne nuk kuptojmë greqisht, ne nuk jemi grek. Por kjo tregon që ne kemi banuar në Prygja, që grekët e quajnë epir, do thot breg, fjalë për fjalë. E kuptoni pra që ne nuk jemi epiriot, jemi bregas. Po të mos kisha bërë këto filma, ju nuk do e kishit mësuar kur që ilirët mbajnë emra fyes. Shumë të rëndë. Do më thënë ta quash veten majmun. Nuk ka gjë më të rëndë dhe kjo është gjetur në veprën e Polibusit. Filluan grekët ta përdorin këtë emër, por i shtuan dhe një m, sepse nuk ju pëlqente, ju ngjante pak me emrin majmun. Dhe në veprën e Polibusit është me 2 m, Simjas. Pranoni që jam një gjeni. Pranoni tash, nuk ka rrugë tjetër. E kam thënë në disa nga filmat e mi që më ndihmonin nga ana financiare. Ata që e kuptojnë nuk kanë nevojë të pyesin se si do të ndihmojnë. Por ata që nuk e dinë si mund të më ndihmojnë, mjafton t'i përhapin filmat e mi dhe kam vërej që filmat e mi janë përhapur shumë në TikTok, madje edhe në Instagram. E kjo është dhurata që do bëni ju për mua. Po ashtu, për fat mirë në YouTube dalin titrat. Madje mund t'jetë dhe dubbing. Mund ta bëni dubbing të dëgjoni në gjuhë të tjera të huaja filmat e mi. Më e mira do t'ishte të merrni titrat dhe t'i botoni vetë si artikuj. Kjo është ndihmë e madhe për mua, sepse po t'i botoja unë, këto do t'ishin shumë të shtrenjta si botime, ne e dim. Ata që kanë mundësi financiare mund t'i botojnë. Le t'i botojnë emrin e tyre, nuk ka gjë. Unë këtë nuk po e bëj për emrin tim, po e bëj për gjuhën shqipe, për popullin tim, për popullin shqiptar. Dhe po të shikoni filmat e mi, do humni pesh, sepse janë shumë të rënditës. Nuk do hani më banane. Mirupafshim të dashur shqiptar. Nuk jeni majmun, ju kam shpëtuar dhe as drilon. Mirupafshim.